Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit sot sërish të flasim për historinë e më të mirit të njerëzimit, për historinë dhe për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky profet, ky njeri kaq i zgjedhur nga ana e krijuesit të gjithësisë, shembulli më i mirë, shembulli i duhur, i cili duhet të pasohet hap pas hapi në të gjitha çështjet e jetës së njeriu. U ndalëm në javën e kaluar të tregojmë për fillimin e jetës së Muhamedit alayhi salam dhe të shokëve të tij në Medinë, në qytetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Treguam se puna e parë dhe plani i parë të cilin e zbatoi Muhamedi alayhi salatu wassalam në Medinë ishte blerja e një toke dhe ndërtimi i xhamisë në këtë tokë. Çka tregon se secili popull i cili dëshiron që të ecë jetën e tij duhet patjetër që xhamin ta ketë pikësynimin kryesor. Dhe kjo gjë ka qenë traditë herët edhe në vendin tonë. Para se me ndërtu një fshat, e ka ndërtu xhamin, e pastaj rreth kësaj xhamie i ka ndërtuar banesat për të jetuar në të. Ishte vetë Muhamedi alayhis salam, i cili së bashku me shokët e tij do të ndërtonte xhamin në të cilën njerëzit do të mblidhen dhe do të tubohen dhe do ta përkujtojnë dhe do ta adhurojnë dhe do ta madhrojnë krijuesin e tyre, Allahu subhanahu wa taala. Wallahi billahi, nuk ka sukses për një popull, nuk ka sukses për një vendbanim nëse në atë vend dhe në atë popull nuk njihet dhe nuk adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka sukses në njohjen e Zotit nëse në një vendbanim nuk ka xhami. Xhamia është simboli më i bukur i një vendbanimi. Dhe alhamdulillah, vendet tona xhamiat lulëzojnë. Dhe në vendet tona mësimet lulëzojnë. Dhe nëse ne sot nuk ja shohim hajrin në plan të parë xhamisë dhe mësimeve për Zotin, do të vinë një kohë pas disa vitesh ku do të lulëzoj xhamia. Vallahi, kur është hap kjo xhami para 5 vitesh, nuk ka qenë kaq sa jeni sot. Vallahi billahi, dhe kjo nuk është mirësi e hoxhës, por është mirësi e Zotit gjithësisë. Është mirësi e Allahut subhanahu wa taala, i cili kur shikon tek një popull, tek një vendbanim, tek disa njerëz që kanë dashuri për Zotin, vetëm se i jep bereqet dhe i jep dritën e udhëzimit atij vendbanimi dhe atij populli. Dhe lumë për ne që Allahu subhanahu wa taala na ka mundësu që të kemi një xhami dhe të kemi shumë xhamia ku ta adhurojmë Zotin tonë. Dhe falenderuar qoftë Allahu subhanahu wa taala, i cili e ka fut dritën e tij në shtëpiat e banorëve të këtij vendi. Dhe është premtimi i pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë nuk bëhet kiameti pa hyrë fjala Allah, Allah në secilën prej shtëpiave. Dhe alhamdulillah, sado që sulmohet Islami, vetëm se ngritet fjala e Zotit gjithësisë. Sa më shumë ta sulmosh fenë e Zotit me mediat tuaja, me kryetarët e juaj, me njerëzit të cilët janë të shturur, aq më shumë do të përhapet feja e Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj vepre kaq të madhe që e boni pejgamberi alayhis salam në Medinë me ndërtimin e xhamisë, do të vinë një vepër tjetër. Do të vinë një vepër e cila ka një rëndësi shumë të veçantë, vallahi billah. Cila është ajo? Vëllazërimi i njerëzve me njëri tjetër. Bashkimi, vëllazërimi i muslimanëve me njëri tjetër. Çka tregon se nëse duam sukses në këtë botë për dhe në botën tjetër, duhet shkojmë me 2 gjëra themelore.
e para njohja dhe adhurimi i Zotit, dhe e dyta bashkëpunimi dhe bashkëveprimi me njëri tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i vllazëronte fillimisht muslimanët e Medinës me njëri tjetrin. Ishin dy fise, të cilët prej vitesh me radhë kishin konflikte dhe luftra me njëri tjetrin. Me ardhen e Muhamedit a.s. Medine do të bëhej bashkimi i tyre. Dhe sa më shumë bashkë të jenë njerëzit, dhe sa më shumë bashkë të jenë muslimanët, aq më shumë fitore do të kenë me lejen e Zotit. Allahu subhanahu wa taala në surën e 3 të Kur'anit, ajeti 103, i drejtohet besimtarëve duke ju thënë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Kapuni gjithë pas litarit Zotit, pas fesë Zotit, pas librit Zotit, pas udhëzimit Zotit. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala tafarraqu", dhe mos u përçani, dhe mos u grinni, dhe mos u hani me njëri tjetrin. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Përkujtoni mirësitë e Zotit tuaj, kur ju ishit të ndarë me njëri tjetrin." Pra flet për dy fiset e Medinës në atë kohë. Ishit të ndarë dhe Allahu ju bashkoi. Allahu ju akushi zemrat me njëri tjetrin. A jeti musliman? Po. A jam unë musliman? Po. E për çka je musliman ti edhe unë? Vetëm me thonë Esselamu alejkum dhe me thonë alejkum selam, e pastaj me përpunu kurthe të ndryshme pas shpinës së njëri tjetrit? Jo vallahi billah. Je musliman me thonë Esselamu alejkum, dhe kur ke thonë Esselamu alejkum, i ke thonë paqja qoftë mbi ty, çka tregon se prej meje ke paqe. Po nëse unë kam paqe prej teje dhe prej teje dhe prej teje, dhe ti ke paqe prej meje dhe prej atij tjetrit dhe prej atij tjetrit, sa do të ecte Islami përpara? Sa do të ishin muslimanët të sigurt pikësparin nga durët e njëri tjetrit? Të sigurt nga durët tona jeri si musliman. Vallahi me të qajtë zemra që të drejtohet muslimani, i cili është namazli dhe agjërues dhe zakatdhënës, dhe është musliman i sinqert, të drejtohet dhe të thotë: "O hoxh, më mirë me bë tregtime, jam musliman se më musliman." Pse? Për shkak të hileve tonë. A është ky Islami që ka kërku Zoti? Jo vallahi. A është ky Islami që ka kërku dhe ka udhëzuar dhe ka drejtuar në të Muhamedi alayhis salam? Jo vallahi. A jemi vëllezër? Po për çka jemi vëllezër? Me ja hudh njëri tjetrin, me rrejt njëri tjetrin, me mashtru njëri tjetrin. Jemi vëllezër që me qenë bashkë pra, që edhe kur vjen dikush nga jashta e Islamit, dhe këto dikush sot janë shumë që të sulmojnë ty edhe mu, ti me thonë stop here. Stop, se s'ke punë ti këtu, se ne jemi një grup i madh që s'lejnë me një këtu. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bashkoi musliman me njëri tjetrin, që me qenë si një trup i fortë. Musliman thot janë si një trup që kur dhem një pjesë e trupit, dhem gjithë trupit. E ke pa një gish me dhim, nuk të zë gjumin atë. Kështu duhet me qenë musliman me njëri tjetër. Kur ka dikush hall, dhe kur thuhet duhet me animu filanin se ka hall, ja me thonë Allahu e lehtësof, kaq, o mbyll kapit. Me thonë Allahu ja shpërblet, mashallah, duar të rokitje. Jo vallahi. Me qenë të dyja bashkë, besimin në Zotin e gjithësisë dhe vllazëria me njëri tjetrin. Allahu thanë Kur'an për këtë ngjarjen e bashkimit muslimanëve në atë kohë. Tha, sikur ju tha, kishte dhënë pasurinë e dunjas, nuk do ishit bashku, por që Allahu që ju lidhi zemrën. Kur shënjet Zotin sinqerisht, nuk i bën hile musliman. Kur shënjet Zotin hak, nuk i hyn hak musliman. Edhe jo musliman, por pikërisht muslimani, se i ka thonë je vlla im, dhe kur i thot je vlla im dhe je motra ime, le t'i qëndroj besnik fjalës së tij. Le t'i qëndroj besnik fjalës së tij. Fillimisht pejgamberi alayhis salam po i bashkon dy fiset e Medinës me njëri tjetrin. Mirë po
ishin edhe ato të Mekës, të cilët e kishin lënë qytetin dhe kishin ardhur në Medinë. Dhe s'kishin as si gjo me vetë, as pasuri, as para, as bujësi, as kafsh që të udhtonin, që të punonin, as si gjo farë. Po këto, a nuk duhet ishin vëllezër një lloj se ata të Medinës? Këtë gjë do ta bëjë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Që një njeri i cili kishte ardhur nga Mekka në Medinë dhe kishte bërë 500 kilometra rrugë, vetëm për hir të Zotit, dhe që do të jetonte në Medinë, të ishte i barabartë dhe të ishte vllai i atij që se njihte fare. Subhanallah, imagjinon me ta ty edhe sot dikush nga larg shumë, nga vendi jonë, dhe të vjen këtu, si që kanë ardhur shumë musliman të sprovum nga vendet e lindjes, që kanë ardhur në Shqipëri, që ti dhe unë edhe selam si jetë, i shef shtremë, që du me qenë krah për krah, me ndihmu, dhe jam në bo si buri mirë, dhe kur vjen situata me ndihmu, në qifesh pësaj. Pejgamberi alayhis salam do t'i vëllazëronte edhe banorët e Mekës me ato të Medinës. Dhe kjo nuk do të ishte një vëllazëri do kudo. Do të ishte një vëllazëri me sinqeritetin më të lartë. Pejgamberi alayhis salam i mblodhi banorët e Mekës dhe ato të Medinës. Dhe po fillon t'i vëllazëroj me njëri tjetrin. Dhe po i thotë, filani është vëlla me filanin. Në rregull e dërguar i Zotit. Filani është vëlla me filanin, filani me filanin. Derisa pejgamberi alayhis salatu wassalam po përmend dy sahabi shumë nderuar. Dhe po thotë, Saad ibn Rabia, që ishte i Medinës, do të bëhet vëlla me Abdurrahman bin Aufin, që ishte i Mekës. A mbaroi këtu vëllazëria e tyre? Kam vëlla, më ke vëlla. Selam aleikum. Bo qa dush, ke më hëm s'më intereson, s'ke më hëm s'më intereson, jeta jote, puna jote, shik punën ta. Jo, vallahi billah. Vetëm këtë historinë e këtyre dy sahabive me ngju, dhe që shumica prej jush e kanë ngju, por ndoshta sikur se unë s'kemi marrë mësim, do ta përsërisim sërish. Ai i cili ishte i Medinës, po e merr vllain e tij prej Mekë, dhe po i thot, o vlla, kjo është shtëpia ime. Gjysmën po e maj për vete, gjysmën po ta jap ty. Vllai që se njifte 500 km larg i kishte. Por kur je vlla musliman, kështu duhet me qenë. Po ti e hoxhe, bon ti të gjo? Allah e di më së mirë. Po ti e bon? Po ti, se cili për nes ta pyesi vetën. Gjysmën e shtëpisë po ta jap për hir të Zotit. Që sot po zihet vlla me vlla prej gjaku kur ndahen, po bëhen copash, jo për gjysmë shtëpie, për i pllon tot. Sot po zihet motra me motrën, për pasurinë të cilën nuk ja jep baba dhe i ka rinë hak po se Allah si s'duhet. Po i thot, o vlla, gjysmën e pasurisë ta kam dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Si ta thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka besu askush prej jush, pa dash për vllajën e tij atë që do për vetë. Dhe ky i Medinës po e don për vllajën atë që don për vetë. Gjysmën vetë, gjysmën po ja jep këtij tjetrit. Kjo është vllazëria e sinqertë. Vallahi, kjo është modeli i dur. Kjo është modeli i kërkuar, është modeli i suksesit. Mirë po, edhe ky i Mekës do të tregoj modelin e dur. Çka tha? Bjerë qylit. Hajta morin qyl, që shyshë mjene si raja, me dhe rasti, edhe të rinë pashar e hatë. Jo, vallaj. I tha, o vlam, të rego ku është tregu. Nuk duhen me përfitu nga rasti, se sot me bo me i ofru dikuj diçka, ta merë dhe s'ta kthen në kur. Gabimi malë shumë. Sa që kena ranë zorë, kujtë mi ranë, kujtë mi dhonë borgjë, kujtë mos mi dhonë. Kena ranë zorë malë, se më si kletë jetë ti me kërku borgjën, se sa ai që se vret me në farë. Duke prish katën katë më zëllan se ta jetë borgjë. Po kjo është vllazëria e sinqertë. Ai tjetri këtu ka gjinë momentet vështira,
dhe ti t'i kthesh shpinën sikur se nje fare? I thot Abdurrahman bin Aufi, ky i cili ishte i Mekës, i thot o vëlla, më trego ku është tregu. Trego ku është tregu se unë doja dal vetë. Dhe vallahi e ndihmoi Zoti që t'ja dal. Shumë shpejt u bë nga njerëzit, shumë të pasur në Medinë. Se ishte i sinqert, nuk i hynin hap tjetër. Ishte i sinqert, nuk përfitoi nga rasti. Që të shfrytëzonte momentin dhe kështu pasurohej pa qenë e drejtë. Kjo është vllazëria e sinqertë, e cila neve sot për fat keq na mungon shumë. Për fat keq neve na mungon shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e ndërtoi xhamin dhe pasi i vllazëroi muslimanët me njëri tjetrin, na dha neve një shembull shumë të madh se nëse ne duhet të ecim përpara, atëherë duhet të jemi me besimin në Zot dhe me dashurinë kundrejt njëri tjetrit. Ne lutim Zotin ton që t'i pastrojë jetën tonë. Ne lutim Zotin ton që të na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarë dhe besimtaret kudo që janë. Ne lutim Zotin ton që të na ruaj ne dhe rinin ton nga çdo e keqe. Ne lutim Zotin ton që rinin ton ta udhëzojë në rrugën e drejtë dhe në rrugën e hajrit. Ne lutim Zotin ton që vendin ton ta begatojë me mirësi dhe me begati shumëta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Për ngjarjeve të bukura që ndodhen në fillimet e jetesës në Medinë, ishte edhe ndrimi i kibles. Pejgamberi alayhis salam kur ishte në Mekë, falej i drejtuar nga Kudsi, nga Palestina, nga Mesjidul Aqsa. Mirpo kur shkon pejgamberi alayhis salam në Medinë, shpesh herë e kthente fytyrën e tij nga Shabja, duke dashur me këtë veprim që Allahu muslimanët t'i drejtojë gjatë namazit të tyre nga Shabja e bekuar. E përmendi Zoti i gjithësisë të ngjarje në Kur'an, duke thënë, ne po e shohim kthimin e fytyrës tënde drejt qiellit, prandaj thot ne do të drejtojmë drejt një kible me të cilën do të jesh i kënaqur. Ktheje pra fytyrën tënde nga Mesjidul Haram, nga Shabja. Erdhi urdhër nga ana e Zotit që muslimanët mos falen më në drejtim të Palestinës, po të kthehen në drejtim Shabja. Dhe ky ishte një prej urdhrave të cilat e gëzuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë dhe besimtarët, dhe kështu nga ajo ditë e deri në ditët e fundit të kësaj bote do të falen muslimanë të drejtuar nga Shabja e bekuar. Gjithashtu në vitin e dytë, pasi pejgamberi alayhis salam u shpërngul në Medinë, ndodhi edhe zbritja e disa urdhrave të cilat nuk ishin më herët. Dhe prej këtyre urdhrave ishte agjërimi, pra u bë detyrë për muslimanët që të agjëronin, dhe ky urdhër do të jetë deri në ditët e fundit. Ne lutim Zotin tonë që na mundsoj neve dhe gjithë besimtarëve që të jemi të përkushtuar në zbatimin e urdhëresave të Zotit të gjithësisë. Allahu i lartësuar na fal dhe na i pranoft adhurimet tona. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.